Gjykata speciale ka caktuar 16 shtatorin si datë për shpalljen e vendimit ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Mbi 5 vite, 4 ish-krerët e UÇK-s po ballafaqohen në Hag me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në vendimin për të caktuar këtë danë, trupi gjykues ka argumentuar se e ka shtyr afatin për shkak të vëllimit të madh të dosjes. Në urdhrin për caktimin e datës, trupi gjykues shpjegoi se koha e nevojshme për kuvendimet ishte zgjatur në përputhje me rregulloren për shkak të vëllimit të madh të provave të marra dhe kompleksitetit të procesit gjyqësor, dhe se kjo zgjatje përligjej nga nevoja për të bërë një vlerësim të arsyetuar, të rësor dhe të drejtë të dokumentacionit të çështjes. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020. Gjykimi filloi më 3 prill 2023 dhe zyra e prokurorit të specializuar përfundoi paraqitjen e provave më 15 prill 2025, ndërsa ekipet e mbrojtjes të Thaçit dhe Krasniqit paraqitën provat e tyre midis shtatorit dhe dhjetorit 2025. Trupi gjykues mbylli fazën e paraqitjes së provave më 18 dhjetor 2025. Në këtë çështje gjyqësore kanë dhënë dëshmi 134 dëshmitar, 125 të thirrur nga prokuroria, 2 të thirrur nga mbrojtja e viktimave dhe 7 të thirrur nga ekipet e mbrojtjes. Deklaratat përmbyllëse u mbajtën nga data 9 deri në 18 shkurt të vitit 2026. Në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s janë organizuar protesta të shumta si në Prishtinë, Tiranë, Shkup, Hag dhe Strasburg, ndërsa e radhës do të mbahet më 5 korrik në Zar të Kroacisë.